Kjo vot ka psuar manipulimin më masiv, më të pa skrupull, më të hapur. Mishmashi që shpalli Edi Rama me votat e diasporës në Greqi është akti më kriminal i manipulimit ndonjëherë të votave. Por theksoj se ky mishmash, sipas danave tona, nuk ka ndodhur vetëm në Greqi, por ka ndodhur dhe në Itali dhe në ndonjë vend tjetër. DHL-ja, me urdhër të qeverisë, ka shkel kontratën dhe ka kontraktuar nën kontraktor të tjerë të cilët kanë bashkëpunuar ngushtë me Partinë Socialiste. Dora e zezë e postës shqiptare është një nga faktorët e tjerë që ushtri mbi votën e diasporës. Imagjinoni ju magazinat e postës shqiptare se si lukunia e patronazhistëve ribëri nga e para votat siç deshi. Ky është një proces i kriminalizuar në shkallën më të lartë, që kur nuk do të njihet dhe nuk do pranohet. Kemi sjell këtu disa shembuj ku zarfa të numëruara apo vota të numëruara janë 12.290, kurse të dërguara janë 11.872. Kjo sepse ata që kanë plotësuar zarfat, votat, ata nuk kanë patur të ndalë. Në Shkodër, 13.000 janë numëruar, 13.959 zarfa, kanë qenë gjithsej 13.533 në total. Të gjitha vendimet do merren në vazhdim, por zgjedhjet ne nuk i pranojmë, sepse ne nuk mund të pranojmë zgjedhje të tilla. Zgjedhje të tilla nuk mund të pranojmë. Kur? Dhe nuk mund ta imponoj kush ne të pranojmë këto zgjedhje. Por zgjedhjet, siç kam deklaruar, janë një proces edhe kombëtar edhe ndërkombëtar.